Live from Tirana në Top Albania Radio. Nga pjesa e dytë e Live from Tirana për ditën e sotme në këtë të njëjtë të datës 6 nëntor. Ka nikur 6 ditë e para të muajit të 11 të muajit të parafundit të vitit 2025 dhe tashmë në studio jemi me një djalë shumë interesant që është e pamundur të mos e shohësh ndërkohë që bën scrolling në Instagram, në TikTok, në Facebook, jo vetëm në profilin e tij zyrtar, por atë e sheh shpesh në faqe të ndryshme të mediave online, shpesh herë kritikojnë, shpesh herë duan, shpesh herë kanë dyzime në preferencat për të, por e rëndësishme është që e ndjekin dhe ai ka zgjedhur një punë në fakt që mund të konsiderohet si ardhmja. Zonja dhe zotrinj Arbër Dervishaj, mirë se vjen në Live from Tirana. Mirë se vjen ta. Si je ti? Mirë. Tani, për të gjithë ata që se ne jemi në transmetim edhe në radio, por jemi në transmetim në digital në kanalin numër 10 dhe me video dhe më pas në gjitha platformat sociale. Për të gjithë ata, besoj janë të pakët, por mund të thonë kush është Arbri, regjia mund ndihmon me materialin numër 1. Po ndërkohë, dua të më pak dhe me reagimin e Arbrit, është shumë interesant video që u bë virale. Besoj e kemi gati? Apo nuk e kemi gati? Ti i bën këtë gjëra Arbër? Kë? To kështu fut duart në për sistemin ton? Dgjoj, sa regjia të jetë gati. Si je ti një herë? Mirë. Si ka qenë gjithë kjo periudhë për ty tani që je i njohur dhe publiku të njeh online? Shiko, ndoshta është avantazhi i moshës që gradualisht krijon një lloj pjekurie. Unë thjesht po shikoj anën të gjithën këtë unë po e shikoj si punë. Pra shikoj anën profesionale. Mundohem që videoa të dalin sa më mirë. Çdo thot avantazhi i moshës, pra je në një moshë të re dhe ti thua mund t'i bëj tani këto, mund t'i bëj pas të tre. Jo, po t'isha më i vogël, ndoshta mund t'isha më i allakatur, do më duket ndonjë gjë, wow, çfarë po ndodh. Ja dhe video. Mirë, ma vendosni pak videon me audio dhe video, regjia kemi gati, kam përshtypjen. Mirë, a ka audio kjo video? Besoj po, patjetër, sigurisht që ka audio. Më thoni nëse e kemi gati 100% video, sepse dua ta kuptojnë edhe dëgjuesit për ta shikuar dhe për ta dëgjuar. Është një video jote, pra ti ke bërë shumë video Arbër. Po. Pafundësisht reklamon biznese aty, por kjo video bë shumë virale sepse kishte edhe pak humor të zi aty brenda, duke qenë se ti ishe futur ishte mbuluar me dhe, duke improvizuar një varr, duke gati real, dilje nga varri dhe thonë nxirri lekët që ke aty, domethënë ma vendosin edhe një herë, lutem me treta e vërteta. Edhe muzika. Nxirri parat që ke futur në dhe të blije 250.000 euro, 150 metrë katror, e gjithë kjo shtëpia është në shitje. Ndodhemi në Vlorë te Këshaja. Verand pa fund, rrotullohu 360 gradë. Tani, kjo shtëpia besoj është shitur, nuk është double marketing, kështu që jemi të që pas ke mbaru punë. Domethënë çfarë të çon drejt këtij lloji marketingu, domethënë kur ishte momenti që ti kuptove që ndryshe nga reklamat e zakonshme në internet, që hey miq, përshëndetje, kemi një shtëpi bashkëtu, këto janë kremrat e mia, ky është skincare im për të zbukuruar ditën, kur e kuptove ti që kjo është mënyra e dur për të bërë marketing? Konkretisht në momentin pije kthesës nga ana ime e realizimit të videove dhe punës është një video që unë jam varë me kokë poshtë. Ai është pije kthesës. Pra unë deri në atë kohë bëja 2 reklama në javë, 1, 3. Momenti që unë varem me kokë poshtë dhe e lidh këtë skenë. Çfarë reklamoja aty? Mos u var nga patenta jote shqiptare, ktheje në gjermane dhe unë i varur me kokë poshtë. Ai ishte momenti i pije kthesës që filloi pastaj. Ideja është e trajtuar edhe nga ana e marketingut. Për të bler diçka njerëzit duan ta kenë qef atë produkt, edhe ta risku i transaksionit jetë i ulët. Por për të shkuar në këtë kanal, duhet pagesa e parë që bën njeriu është me vëmendje. Pra, në momentin që ti nuk e kap vëmendjen, është e kot. Dhe diçka tjetër, përpara 5 vitesh ishte shumë e thjeshtë. Mund dilje përpara kamerës, përshëndetje, unë jam Arbër Dervishaj, mirëpafshim.
kishte viralitet, kishte sukses sepse ishte gjë shumë e re dhe njerëzit të ndiqnin, ndërsa sot kanë dalë të gjithë. Të gjithë e kanë mundsinë. Ndoshta nuk kanë kamerë profesionale, por kanë kamerën e telefonit. Dhe kjo bën që ti duhet të jesh i veçantë, i diferencuar. Qartë, por ndihesh keq për gjithë komentet që merr online për shkak se kjo video duke improvizuar një varr dhe ti thonë nxirr lekë që nga varri, të kanë sharë shumë, pra të kanë sharë, të kanë kryzuar, gjë që i ndodh të gjithëve mua të parit. Shiko, un po them këtë gjë. Përpara një viti e gjysmë unë vrisja mendjen, shikoja përfshirë edhe ty, pse jo. Shikoja shumë personazh të njohur, të famshëm që kishin ato komentet si pozitive si negative dhe thosha si përballojnë, si të mirën si të keqen. Dhe rrugës kuptova që vin gradualisht. Duke që ardhur gradualisht vetëm në momentin që ti e kthe kokën mbas, po çfarë po ndodh? Ku pas kam shkuar? Po gradualisht nuk e ndjen. Pra është diçka normale dhe pra që kosa puna funksionon, unë po punoj, të gjithë janë në rregull, nuk është edhe ka ndikim. Qartë, mirë. Dëgjoj, kjo ishte sa për nxemje, një pjesë e parë e programit. Kur të rikthejmë nga reklamat, unë dua të prezantoj pak me publikun, me arbrin që njerëzit thoshin, ore, ku e kam parë këtë djalin? Okej. E kupton, besoj për shkak. Ku e kam parë këtë djalin që sot bën reklama, se më duket zë i njohur dhe fytyrë shumë i njohur, derisa unë kuptova se çfarë kishe bërë ti para shumë vitesh dhe aty kuptova që guximi dhe kreativiteti është i lindur. Por shkojmë fillimisht në reklama dhe rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana. Transmetim të drejtë për drejtë 11:19 është ora eksakte në këtë moment. Ju përshëndesim kudo jeni duke na dëgjuar e urojmë t'ju shoqërojmë mirë. Kam përshtypjen që jo vetëm të rinjtë që përdorin rrjetet sociale, por edhe ato që janë më të apasionuar pas politikës, mbajnë mend një djalë ku vite më parë u bë shumë viral, por u bë dhe shumë i dashur për shqiptarët, për shkak se guxoi ti thoshte kryeministit të vendit asë kohë, por edhe tashmë vazhdon të jetë tillë, mashtruesi më i madh në vend. Regjia më ndihmoni pak me videon kur Arber Dervishaj i kthei kryeministrit në protestë studentore të disa vite më parë. Gjëja e parë duhet thoya duke ju parë juve në syre dhe duke ju akuzuar se jeni mashtruesi më i madh në këtë vend. I madh. Dhe unë do t'i argumentoj bindjet e mia. Së pari, në media ashtu, por shumë pak. Tani jo, më fal. Për takimin me Lulin, që keni bërë me çadrën, kur juve ishit të aftë, ti mbyllit gojën Lulzim Bashës, liderit të opozitës, çajim ne studentët. Pse po e them këtë? Kryefjala juaj këtu është dialogu. Ju keni 8 pika, por këto 8 pika nuk mjaftojnë. Kështu që hajde dialogojmë. Ku e gjetë guximin asë kohë? Shiko, dua ta përdor këtë moment për të thënë një gjë që duhet të thënë edhe për ata që na dëgjojnë, ndoshta mund ta kuptojnë. Do të bëj pak kështu për të qenë i saktë. Thuaj ç'të duash. Momenti i parë në jetën time që unë punoj, 15 vjeç, shkoj në punë, është edhe parë që e them. Në mes të punës, në gjysmën e punës më vjen për të ngrënë. Shkoj te kuzhina. Okej. Po flet për ato kape. Po 15 vjeç. Ti punoje? Ishte punë e parë në një lokal. Kamarier. Në Banak. Në Banak. Në çfarë qyteti? Në Vlorë. Në Vlorë. Okej. Më vjen uri, shkoj te kuzhina, kërkoj për të ngrënë. Ha. Kur mbaron turni, të gjithë ky qëngri. Unë nuk e kuptova çfarë po ndodh. Sepse konsideroj diçka e turpshme, diçka jo brenda kornizës. Ti duhet të konsumosh gjatë orarit. Ti duhet të hash. Mua më erdhi uri, shkova, hëngra, vazhdova punën. Dhe ai moment unë u krijua një barrierë. Pra ti s'duhet të hash në orar, në momentin që të vinë uri ti s'duhet të hash. Tani imagjinoje gjithë jetën në tërsinë e vet me kuvizimet që ne kemi. Okej. Mos atje, mos këtu, mos atje, mos këtu, mos atje, mos këtu. Por do lidh momentin që ndodhi kur isha student dhe punën që bëj sot. Një arsye pse mua më duan njerëzit, ose edhe më shajnë, ose nuk më duan është sepse un jam unë. Edhe kjo gjë i tërheq njerëzit, sepse po shikojnë dikë që është ai. Sepse në këtë jetë që jetojmë të mbushur me barriera, në momentin që ti zgjedh i injorosh barrierat, është diçka e veçantë, atraktive. Pra kjo është e gjitha. Rasti për dalë tek rasti konkret. Ishte thjesht një ndjesje ime, ashtu më duk, pra në ato ndran barrierat. Është një person kundra një personi tjetër. Dhe thash çfarë mendova.
Ti vazhdon të mendosh që Rama është mashtruesi më i madh i këtij vendi? Kjo pyetje olimpiade kjo. E shiko, duhet që njeriu të jetë i lirë atë që thotë. Unë jam i njohës që nuk pati pasoja, por do të kalojmë, dëgjoj, le të marrim gjërat pak hap pas hapi. Para sa vitesh është kjo ngjarje, më rikujto pak. Bet fjalë 2019 ose 2018. Kur lëvizja studentore protestonte për një sër problematikash që lidheshin me studimet e larta. Apo jo. Dhe në fund kryeministri i vendit asë kohë e pranon të flasë me studentët. Flasin disa studentë, ju merrni mikrofon ti studioja asë kohë për financë. Për financë në Tiranë? Në Vlorë. Në Vlorë, okay. Dhe ndodhi kjo që ndodhi, pra i shtruat problematikat kryeministrit të vendit zotit Rama dhe i thatë që ju jeni mashtruesi më i madh i këtij vendi. Rama pastaj ta kthen me ironi, madje thatë mos më fyeni inteligjencën. Besoj që është hera e parë që e sqaron këtë histori kaq publikisht dhe dua të di. Pasi mbyllen kamrat, rastis me zotin Rama korridoreve aty vërdall? Jo. Të vjen ndonjë mesazh? Për këtë pjesë jam i njohës që nuk pati pasoja. Nuk pati asnjë lloj pasoje, pra ty nuk të vjen as mesazh kërcënues, nuk pati as pasoja në shkollë. Nuk kam pse të them të një gjë që s'është. Ashtu siç pyetja më pashme ishte çfarë me Tibike, është një sinqeritet, jo nuk pati. Rama në optikën tënde vazhdon të jetë i tillë? Se këtë nuk ma the konkretisht. Është mendimi që ka qenë. Është mendimi që ka qenë. Pra, sipas teje ai vazhdon të jetë mashtruesi më i madh i këtij vendi. Ndërkohë, po fal, do të thonë dëgjoj, mos ki. Jo, absolutisht, nuk fundja njeriu lufton që të jetë i lirë apo jo. Në momentin që s'është i lirë, bie që është patjetër. Qartë. Tani le të marrim gjërat hap pas hapi. Jeta jote vazhdon. Pra, ti mbarove studimet për financë. Dhe tashmë nuk e zgjedhur të punosh në fushën tënde pavarësisht se asë kohë luftoje për shkollën tënde. Çfarë ndodhi? Pse ti hoqe dorë? Duke qenë se ti luftoje asë kohë shumë për shkollën dhe dyert e fakultetit dhe e papritur ti heqi dorë dhe shkon në TikTok. Është e kotë të vazhdosh një lojë që është e kotë të gërmosh në një vend që nuk ka gjë për të gjetur. S'ka gjë fare për të gjetur në opsionet që diploma jote për financë ofron? Ti mbarove shkollën apo jo? Edhe me masën, notë të lira, mira? Të mira, edhe masën gjithashtu. Pse ti nuk je në fushën tënde po je në TikTok është pyetja? Do i bija keq vetes. Pse? Shiko, ky është një debat shumë i madh në gjithë botën. Debati i arsimit. Ndaj edhe unë po e shtroj se diskutim. Pra mos ndoshta ne jemi lodhur kohë duhet thënë shkolla. Absolutisht. Dhe të ardhurat që ngërkan në TikTok apo në biznese. Është tregu ai që i përcakton gjërat. Dhe është thjesht një mentalitet shoqëror që dikush që ka shkollë ka një status. Po ai status ndoshta të lë pa të ardhura. Pra statusi dhe edukimi intelektual, formimi intelektual nuk vlen thua ti nëse të lë pa bukë në fund të ditës. Po nuk vlen. Ajo ka qenë kohë tjetër e më pashme. Po sot jo. Sot çdo gjë përcaktohet nga kërkesa dhe oferta. Kështu që është gjithsesi kam përshtypjen që dega në të cilin ti ke përfunduar studimet e larta të kanë ndihmuar në këtë botën e marketingut se një tregun e llogarive apo jo. Shiko Ronaldo, dua të dal në një pikë tjetër. Për të shkuar lart, në çdo lloj drejtimi lart, rruga është e dhimbshme. Okej. Këtu të bien dakord gjithë. Dhe nëse nuk e shijon atë që bën, ke për ta lënë dhe ke për të ngelur në një cikël pafund të mbyllur. Prandaj njeriu duhet të shijojë atë që bëj. Ka punuar ekonomist një vit, 2 janë ditë më të pas shkollës, a? Pas shkollës. Ditë e parë dhe ditë e fundit që ishte ditë e bukur, kaq. Sepse nuk e kam shijuar. Nuk e ndjeja veten. Sa ishte rroga aty? Rrogë po diun 5-60000 lekë. Imagjino as dilnin. Nuk dalin. Ose për kafe cigare. Nuk dalin. Për këto dilin. Nuk dalin. Për kafe cigare të pak. Ja, gjithmonë dhe pastaj kur prezantohesh thjesht je me faktin që je ekonomist, po nuk është e kot. Çfarë kuptimi ka të punosh për shembull një punojës banke kur portofolin e ka bosh? Nuk ka kuptim. Shiko, ky debat i paras është shumë kontrovers etj. Por njeriu duhet të luftojë të paktën për të pasur të ardhura, të bëjë një jetë këndshme, të jetë i pavarur. Nga puna jote si ekonomist, merr 600.000 lekë në muaj sot. Si i ri që bën reklama në TikTok her pas here, edhe me humor të zi, edhe kalojmë paksa në banalitet, sa fiton? Shtoj dhe 1-0.
6.000 euro në muaj? Dhe më shumë. Po nuk 60.000 euro? 60.000 euro? 6.000. 6.000 euro. Por edhe pak më shumë, por nuk ka, shiko, unë e kuptoj që kjo pjesa intrigon njerëzit. Edhe unë këtë si elemente përdor në video, për shembull kur prezantoj një pronë e nis me parana, apo paraja është hipnotizuesi më i madh te njeriu. Do dal prapë ajo që sapo thash. Të eksiton paraja? Jo. Edhe njëherë unë thjesht po bëj. Nuk po them të eksiton në, do thon, mendjen, pra të çmon paraja kur e shef, të ndon shumë. Unë jam po i njëjti, kjo është klishe, e thon të gjithë jam po i njëjti, por unë fokusohem tek videot. Fokusohem që një video dalë sa më mirë. Kaq. Dhe të ishte ashtu, unë do ndiqja nuk e di, unë do isha jashtë shtetit, do dëgjoja që në Amerikë bëhet lek apo në Gjermani po ashtu. Unë fokusohem tek video. Dhe normale duke fokusuar në një gjë të bësh ritesh ajo pjesë, vin vetë ky pjesa tjetër. Por nuk është fokusi. Arbër ti e single? Po. Qartë, je po. Domethënë, si mendon ti që do të ndikoj pavarësisht financave të larta që fiton, do të ndikoj puna jote që ti bën tani, kur vajza që ti do duash, një ditë do i thot babi, dëgjoj un kam rënë në dashuri me Arbrin dhe Arbri është ky që bën këto videot me varre. Po. Ose bën si i çmendur në thonjza, Jo. Në TikTok. Do të ndikoj për mirë apo për keq? Shiko, un po të them një risk që un kam marrë përsipër që shqyr do i doli mirë. Në fillim po më nuk po kuptoja, isha i çmendur, isha i sakt, isha dyja bashk, por në momentin që po tani e kanë kuptuar njerëzit që kjo është një strategji marketingu e tjera. Dhe para kjo për shembull, sa i thon, në momentin që i thon papit tim, të njëjtur i thon, sile çunin, hajde ti bëj një reklam biznesit tim. Pra është kthyer në diçka normale. Nuk ndikon, por do thoya këtë gjë. Te kjo temë, do doja që të njëja dikën në këtë kohë apo ndoshta edhe më para. Kur isha Arbri, jo Arbër Dervishaj. Kjo është e rëndësishme. Pastaj në të ardhmen pres që të më mirë kuptojnë, jo të më kuptojnë, por të më mirë kuptojnë. Thjesht siç është mamaja ime. Mamaja ime thot, të keqen mami, unë të dua shumë ty, nuk e di çfarë po bën, Zoti ta bëj mbar, vazhdo rrugën tënde. Pra mamaja e kupton që ca gjëra ndoshta nuk i kap dot me kohën, por ama të jep atë bekimin që vazhdo përpara. E ita që unë nuk pres të më kuptojnë, pres të më mirë kuptojnë. Se ne si shoqëri kemi më shumë respekt për një djalë që merret me drogë dhe ne respektojmë në maksimum, themi ai është mos të përdor terma që përdoren në përditshmëri dhe i shohim me përbuzje njerëzit që bëjnë reklama në TikTok ose në Instagram. Se në fund të ditës si e duke bërë një punë të ndershme, as po vjedh, as po vret, as po bën keq kujt. Në momentin që unë shfaq, tregoj dhëmët, çka kuptimi dhëm, lekët, makinën, për shembull, përpara se ne të jemi këtu, kam bërë një intervistë tjetër, ishte momenti që vesht e mira në qetësi. Ishte pyetja e të ardhurave. Deri në atë moment ishin çfarë po bën Arbri, iku Arbri, s'është mirë Arbri. Deri në momentin që unë thash atë shifrën që e thash dhe këtu, po që është edhe pak më shumë, po pak rëndësi ka. Pam, ra qetësi vendi. Nuk kam jo. Pra ju thoni që leku justifikon opa, i ulti gjithë gjunjë. Nuk më pëlqen si gjë, po kështu është, edhe ne nuk e ndryshojmë dot. Unë kështu e mendoj, kështu e besoj. Mirë, këta jemi ne. Interesante, do dua të elaboroj edhe një pjesë disa pyetje të tjera që lidhen me këtë gjë që ti bën, por jo vetëm, por të njëjër pak për tek kësaj, por shkojmë në 1 minutë, në pak minuta hapësirë marketingu dhe rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana. Rikthehemi zërisht në transmetim të drejtë për drejtë në Live from Tirana. Jemi në studio me Arbër Dervishaj, djali i rrjeteve sociale, i cili bën pafundësisht reklama në formën më të çuditshme, të mundshme që mund të bëhet ndonjëherë duke dalë nga puseta, bën sikur bie nga kati i tretë, thyen gjëra aty me barre në dorë, ndonjëherë del nga varri dhe thotë nxirrini lekët që keni fshehur dhe bliheni këtë shtëpi. Klientët të propozojnë ide të çmendura apo ja thua ti iden? Si ma trego pak si është gjuha komunikimin mes teje dhe klientëve? Shumicë 80% të rasteve janë idet e mia. Por 20% janë të klientëve. Dalim prap atje ku e nisëm bisedën që janë disa pjesë që njerëzit i kanë, por nuk i shfaqin dot. Edhe e gjejnë tek mua atë shprehjen e imagjinatës. Dhe kjo e bën akoma më të bukur dhe akoma më të lehtë në disa raste skenarin e videos, sepse
është ideja e tyre. Ka biznes që të kanë refuzuar ndonjë ide dhe ke dërguar një ide tjetër, zakonisht ja aprovojnë direkt. Po, sepse është natyrë e punës që mua nuk më lidh puna me njerëz të rastësishëm. Janë njerëz që deri diku kanë krijuar një lloj simpatie për mua, i kanë parë çfarë un postoj dhe zgjedhin të më kontaktojnë. Pra nuk është se është rastësisht edhe në momentin që do ishte rastësisht atëherë do ishte problem. Ajo video duke dalë nga varri që doje të shihsi një shtëpi, sa e madhe ishte shtëpia? 2 katëshe më duket? Jo. Apo jo. Jo, ishte me shtëpi private. Sa ishte vlera e asaj shtëpia? 250.000 euro. 250.000 euro. Ku ndodhej? Në Vlorë, Në Vlorë. Këshaja. Për sa ditë u shit nga momenti i publikimit? Me thënë drejtën, unë kooperoj në real estate, e trajtoj. Jo, po kot. Nëse e ke marrë se informacion. Shiko, nuk mund jesh në negociata, por nuk e di, me thënë drejtën. Mos të Por detyra ime u realizua 100%, sepse atë e ka parë çdo shqiptar i mundshëm që ka rrjete sociale. Kjo është idea. Po, madje ajo video doli edhe në media të ndryshme, në portale të ndryshme që shiko, jam bër video edhe më virale se ajo, po ajo ka impakt të madh. Ndoshta se ka të bëjë me vdekjen. Edhe vdekja është një koncept që është shumë mistik. Sa i thellë ishte varri që u futet brenda? Si nivel vështirësie ishte shumë i lehtë, është njësoj sikur të mbulosh me rër. Po thjesht nga ana vizuale kur ti vendos dy drasa në formën e kryqit. Ma jepni edhe një herë videon, po pa audio, vetëm ta shoh edhe një herë regjia, videon që Arbëri është në varr, se dua të të bëj disa pyetje lidhur me këtë. Domethënë, varri që ti improvizove ishte tek shtëpia ku do shitej? Po. Në momentin që mora lejen që bëje video virale, pra kjo është e rëndësishme që e marr lejen që të bëj gjë. Ti hape një grop apo thjesht mbulove? Hapa gropën. Hape gropën? Ja pa gropën vetes. Po, ja pa ndërkohë po prisja shokët që të më ndihmonin, të vinin sa të që të mos humbiste kohë ja pa vet. Po ishte niveli i vështirësisë ishte shumë i ulët. Domethënë i hape gropën vetes, jo në kuptim metaforik, por të bërë një video reklamuese. Po. Sa e thellë ishte gropa? Është jo, një lopatë e thellë, apo 2 lopata të thella. Punë gjysmore u realizua jo. Pra niveli i vështirësisë është shumë i vogël, nuk është ndonjë vështirësi e lartë. Kam bërë video, për shembull, video që bëra. Ti je i krishter se ke vendosur një kryq aty? Për thjesht për anën vizuale. Okej, ishte thjesht për anën vizuale. Po. Sa ti tani më shkruajnë kurrë ti e mbulove dhe fytyrën edhe? Këtu ka qenë gabimi im nga ana, po ta shkosh si video, mund ta kisha bërë akoma më mirë, po të mos vendosja atë letrën atje përsipër. Okej. Se vendosa një letër, ja shikoj çik letra. Letra më mbulon hundët dhe që të merrje frym. Po mund ta bëja më mirë. Shkoja më tej, mos e vendosje fare letrën. Po ta maskoja më mirë, që mos dukej letra. Nëse atë letrën e shikon vetëm po ta shikosh për herë të tretë, katërt. Çfarë ndjesie ishte të varroseshe për së gjalli, se mund të themi je një ndër të pakët njerëz që ka provuar varrosin për së gjalli dhe me duar të veta. Edhe një herë, si nivel vështirësie, për shembull video që futa në Pucet dje ishte pak më vështirë sepse duhet të mblidhesh atë edhe më dhëmë pak mezi, sepse ishte Pucet e vogël atje. Nuk ishte urave të zeza, ishte pastër, por nuk kishte më një gjëra jo. Jo. Okej. Por si nivel vështirësie ishte më e vështira ajo se sa kjo. Dhe kjo është imagjinoj veten sikur je në det edhe mbulosh me rër. Kaq, ti mbas ke një kryq dhe okej, është ajo ideja që çapo bën, po pe ëndra atë natë kur bërë këtë video, pra ëndra me vdekje me gjëra. Shiko, mua kjo më ka ndihmuar shumë në se unë çdo gjë shkoj në aspekti videos. Okej. Edhe nuk më intereson asgjë tjetër edhe. Po pse i mbyll sy tani? Sepse çdo gjë unë imagjinoj si video. Për shembull, në momentin që ne flasim si do dalë video, pra ndoshta e kam tepruar, por mua realiteti më shkthyer në video çdo gjë. Mendon që, domethënë ka njerëz që vdekjen e shohin shumë është e rënd patjetër, ose kanë humbur të afërmit ato ditë që ti mund të kesh publikuar videon dhe ka një lloj, domethënë ajo video mund të ketë dhënë një lloj ndjesie e kuptoj çfarë. Jo të mirë. E kuptoj. Je ndier pa keq? Te kjo pjesë po edhe, ja përpara se të pyesje, unë e kam menduar të pjesë, por nuk e ç'a bën. Nuk ty vdekja vetë si koncept të trëmb? Normale që na trëmb, por është pjesë e jetës. Është pjesë e jetës dhe është motivuesi më i madh i jetës. Në momentin që ne mendojmë që do vdesim një ditë, jam shumë kurioz. Nëse të vjen një agjenci funerale dhe thot Arbër duat më reklamosh arkmortët, arkivolët, si e themi në përditshmëri. Si do e reklamoje ti një agjenci funerale? Do futesh e brenda? Kjo është, shikosh, kjo është gjë e parë që të shkon në mendje. Po pra, se e kam bërë shumë veta, po ti se mund ta bëje?
normale duhet pak kohë, por këtë gjë nuk do ta bëj, sepse është një gjë rikthehemi prap tek fakti që unë çdo gjë shkoj si video, është një gjë që është e parashikueshme, duhet të jetë diçka e paparashikueshme. Nuk do e bëj një reklam të tillë? Do ta bëja, por forma do ishte unike. Po si pra, nuk të vjen në mendje tani? Për shembull, okay, supozojmë sigurisht një agjenci funerale, do reklamim. Te fjalori duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Okej. Se s'mund të thuash, hajde vdisni sa më shumë, të kemi në punë. Mund ta thuash këtë gjë, por nuk mund ta thuash me shaka që ne kemi bileta për Kemi kushte të mira, kemi wireless, sistemi ngroje ftoje, ambient lights. Duhet të jesh pak i kujdesshëm te kjo pjesa, por e realizon ideja është që ti të gjesh një mënyrë që ta kthesh edhe në pak humor, por mos i dëmtosh njerëzit që preken nga skena të tilla. Po në fund ditës ai do jetë vendi ku do shkojmë të gjithë. Absolutisht. Edhe me këtë gjë duhet të jemi të gjithë koshient. Dhe duhet të jetë një motivues për të bërë gjërat që ne duam, sepse nuk se ka dalë njeri që ta mundi vdekjen. Të gjithë atje do shkojnë. Po vazhdimi i kësaj reklame mund të vazhdonte në Varreza për shembull. Le ta shfrenojmë pak imagjinatën. Ja, tani më kuptova. Në natyrë perverse në gazetari. Pra unë gazetarinë dua perverse fare. Çmendem kur shfrenoj imagjinatën. Danko, e mbajmë dot atë muzikën apo kemi copyright, se nuk e di, po gjithsesi, shfrenoje pak fantazinë. Agjencia funerale të thot Arbër. Më reklamo agjencinë time funerale dhe fab delti në Instagram. Si delti fillimisht. Një ide që merr tani e çastit është që të jetë një skenë në Parajsa. Okej. Dhe që jam në Parajs. Po fakti që shumica e njerëzve bëjnë mëkate dhe ndoshta nuk shkojnë në Parajs. E rregullon agjencia. Agjencia rregullon agjencia. Pra ju mund të bëni dile për të çuar ato në Parajs? Është mik. Okej. Agjencia. Pra ju e keni këtë të drejtë. Po normal. Pra kjo është ideja. Është në çfarë humori, por kjo është ideja që ti shfaqesh në Parajs atje. Jam këtu sepse sepse agjencia X ka mundsuar si gjë. A mund, ndjes, vazhdo. A mund të reklamoje ti për një shumë të madhe një sex shop? Kjo është pjesa që është limiti im, vetëm kjo është pjesa. Aty nuk do shkoje. Pjesa e natyrës seksuale, sepse nuk e shijoj si gjë, është diçka që nëse unë nuk e shijoj diçka nuk e bëj. Nuk këtë pjesën vetëm këtë pjesën nuk edhe kështu me dalësh atje duke bërë gjëra skena kështu, nuk. Po një libër, si do reklamoje ti? Për shembull, blini këtë libër. Domethënë se libri ka një treg më të kufizuar. Pra, jo të gjithë lexojnë. Dhe për të shkuar tek masa, pra është shumë e lehtë të shkosh tek masa me një video, duke shitur një shtëpi, sigurisht e futur në varr, se njerëzit janë më të interesuar për shtëpi sesa për libra. Libri ka treg pak më të ngushtë. Si do e çoje ti, do e bëj një libër të famshëm për 24 orë? Shiko, e trajtoj në dy aspekte. Aspekti tregtar i biznesit dhe i marketingut dhe aspekti i së drejtës. Marrim së parën. E para në aspekti i biznesit unë nuk do ta bëj asgjë. Pse? Zhvillimi personal, unë jam një studiues i zhvillimit personal, i filozofisë së suksesit etj. E përmbledhur në 3 pika. Është e para kupto sekretet, si funksionojnë gjërat, kap idet. E dyta vepro, domethënë puno, hidhu në veprim, dhe e treta mos u përpiq ti ndryshosh gjërat. Nëse njerëzit nuk duan të bëjnë diçka, mos u përpiq t'ia ndryshosh si gjë. Lere. Nuk e ke ti në dorë, është natyra, është më e madhe se ne dhe dia ajo këto punë. Mos të ofrojmë ndihmë aty ku nuk na e kërkojnë, thua. Sepse do të trajtohesh si i çmendur, si budalla, si njeri i keq dhe njerëzit do të bëjnë keq. Qartë, po thën kjo, duke qenë se ke një audiencë të madhe, nuk mendon ta shfrytëzosh dhe audiencën tënde për të shpërndar orientim drejt librave? Tani dalim tek debati, gjëja që duhet apo gjëja që kërkohet. E mira është të gjendet një e mesme. Ju jeni pragmatist nga natyra? Jo në limite. Njerëzit duhet të lexojnë. Jo sepse është mirë të lexojnë, por sepse mos të vuajnë kot. Njerëzit duhet të lexojnë në mënyrë që leximi të kthehet në dije. Pra,
dia është arma më e fortë që ka njeriu. Për këtë arsye duhet të lexojnë. Nuk duhet të lexojnë sepse thjesht të rinë atje në divan. Përpos kësaj pune, më fut pak në botën tënde, ti lexon? Po. Sa po kuptoj? Po. Libra, romane, Filozofi, që lidhen natyrë biznesi, po. Natyrë biznesi dhe me vetë fillimi. Po. Si është veten ti pas disa vitesh, pra kjo është një punë që mendon që do e bësh gjithë jetën apo do ridimensionosh veten tënde? Është kusht. Vetë zhvillimi kërkon që ti të ridimensionosh veten. Është kusht sepse besh i parashikueshëm, njerëzit duan diçka tjetër. Ti duhet të jesh diçka tjetër dhe është cikli jetës. Nuk duhet të jesh më i njëjtë. Mirë, dëgjoj, aty Mergjana ndihmon me pamjet, ke një kapele shumë interesante, ja dy në fakt, njërën e ke dhurat nga Live from Tirana, është historia e djalit shqiptar i cili jeton në Amerikë, Arbër, dhe ka krijuar një brand që ka të bëjë me detajet e Shqipërisë, pra lexon Shqipe, pra dhe mund ta gjeni online në www.shqipe në vend të is keni njishin .com dhe si mund ta bëni virale këtë kapele se do reklamohet i fjalë. Mbaje shqiponjën kudo që ti jesh, në gjithë botën. Një mendim që më herë tani. Por do parë më detaj, por duke qenë se ka simbolikat e Shqipërisë, mbaja dhe unë kudo që të shkosh. Qartë, unë të falenderoj shumë Arber që ishe sot në program dhe më vjen mirë që njohim ti si Arbrin për te videove në TikTok, miksuar me humor, por dhe mesazhe dhe lexojnë dhe si Arber Dervisha, 26 vjeç, një djalë i ri që ka gjetur një formë interesante për të krijuar të ardhurar në fund të muajit, në fund të ditës jetojmë në një botë kapitaliste nëpërmjet rrjeteve sociale. Në një kohë ku thuhet që rrjetet janë të dëmshme, mund të shfrytëzohen dhe mund të monetizohen. Falenderoj shumë edhe një herë që ishe në program dhe të uroj sa më shumë suksese. Faleminderit gjithashtu. Mirë, kaq për ditën e sotme, ne do të ridëgjohemi, do të ridishikohemi sërish nesër, deri atëherë, bëfshit qef.